Të rinjt korçar që kanë zgjedhur të jenë pjesë e sporteve në qytet janë të shumt, por ata që kanë zgjedhur disiplinat e vështira në sportin e atletikës, siç është ajo e hedhjes së gjyles, janë të pakët. CNA sjell profilin e Joan Delit, profesionist në disiplinën e hedhjes së gjyles, një sport mjaft i vështirë, por pasioni dhe dëshira e tij nuk kanë munguar dhe ka bërë që të ketë sukses dhe rezultate mjaft të mira. Fillimisht Joani na tregon pak lidhur me historinë e kësaj disipline. Ky është nga sportet më të hershme, thuhet që daton që në betejën e Trojës, ku trojanët hitnin gurë përkundrejt ushtrive greke, por si sport ka marrë të trajtë modernizimin në shekullin e 17-16, ku për të parë shfaqet në Britaninë e Madhe, pikërisht në Skoci. Po ashtu është dhe nga sportet e para në lojrat moderne olimpike, të cilat janë zhvilluar në Athinë në shekullin e 19. Për mendimin tim është nga sportet jo se e praktikoj unë, por është nga sportet që të fal një gëzim shumë të madh, pasi është një sport individual ku tigarë nuk e ke me të tjerë, por e ke me veten, dhe gjithmonë mund të përmirësohesh duke parë gabimet e tua, dhe jo t'ja hedhësh shpajin dikujt tjetër. Joan Deli rrjedh nga një familje sportistësh, por ndryshe nga gjyshi i tij, Vanci Luarasi, tenist dhe kampion Shqipëria, po ashtu edhe babai Stavri Deli, futbollist. Joani zgjodhi një disiplinë jo fort të zakontë. Unë kam nisur që në moshë të vogël, gati 11 vjet, 12 vjet, ku jam ndeshur për të parë me këtë lloj sporti, më pas kam bërë një pauzë, duke eksploruar edhe sportet të tjera, për të gjetur veten, si të thuash, dhe tashmë jam rikthyer përsëri për disa vitesh duke garuar në këtë sport. Joani tregon se hedhja e gjyles është një nga disiplinat më të vështira të atletikës, e cila kërkon përgatitje të fortë fizike dhe teknik. Për mendimin tim është nga sportet më të vështira në disiplinat e atletikës, pasi përveç se një përgatitje fizike shumë të fortë, të nevojitet edhe një teknikë eficiente për të kapur një rezultat sa më të mirë. Po ta mendosh se po ta shikosh në televizor duket si diçka e thjeshtë, por të hedhësh një top sferik i cili peshon 7 kg 260 gram është për disa njerëz është e pamundur. Prandaj edhe ky sport është specifik për njerëzit e duhur, nuk është se mund ta bëj kushdo. Dhe kjo duket edhe nga, si të thuash, nga pjesëmarrja në Shqipëri. Një sportisti si Joani për të arritur rezultatet i duhet stërvitje e përditshme, rreth 3 orë e gjysmë, 2 herë në ditë. Po, stërvitjen e kam të përditshme, përveç se hedhjes së gjyles, po ashtu jam duke praktikuar edhe hedhjen e diskut, i cili është përsëri nga një sport tjetër gati në atletikën e rëndë, por që i nevojitet një lloj tjetër teknike dhe një lloj tjetër stërvitje. Po minimalisht nevojiten 3 orë e gjysmë. Do me thënë, ta shtrish kalendarin e stërvitjes për gjatë gjithë muajit 2 herë në ditë. Mëngjes dhe në darkë. Arritja më e madhe aktualisht e Joanit është titulli kampion Shqipërie në këtë disiplinë. Çdo vit rezultatet e tij janë në rritje, ndërsa objektivi kryesor është të përfaqësojë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Po, çdo vit kur organizohen si kampionati dimror, po ashtu edhe i verës nga Federata e Atletikës, po ashtu edhe në Kupën e Shqipërisë, vjet te Kupa e Shqipërisë kam dalë edhe kampion Shqipëria. Rezultatet nga viti në viti kam pasur me përmirësim, shpresoj që këtë vit përsëri të ndjek të njëjtat hapa që hodha dhe vjet. Objektivi kryesor, siç mund ta ketë çdo sportist i atletikës, është përfaqësoj flamurin kombëtar në një arenë ndërkombëtare. Edhe kjo për mua do jetë një ëndër, në qoftë se e realizoj të përfaqësohem në këtë lloj aktivitetesh. Shpresoj që me rezultatet e këtij viti, nëse do arrijë dhe maksimumin tim, mund të jem në një garë ndërkombëtare për duke përfaqësuar Shqipërinë, pse jo dhe Korçën. Duket se prirja e fëmijëve dhe të rinjve sot është drejt sporteve kolektive si futbolli, basketbolli e volejbolli, ndërsa ka shumë pak të rinj që zgjedhin sportet individuale si rasti Joanit, ai tregon edhe arsyen. Në radhë të parë të rinjt dhe fëmijët duhet të qasen, duhet të kuptojnë se çfarë lloj sporti është dhe duhet t'i praktikojnë në qoftë se ata e ndjejnë veten për ta ndjekur këtë lloj sporti ose këtë lloj sportesh të atletikës. Dhe në këtë mënyrë ata dhe mund ta kuptojnë në qoftë se janë të prirur për të vazhduar këtë gjë apo jo. Ditët e sotme, siç e kemi parë po ashtu edhe në rrjetet sociale, promovimi i atletikës po ashtu jo vetëm në Shqipëri, po edhe në rang europian apo botëror, është në një, si të thuash, më thonë në një dos të ulët në krahasim me sportet e tjera, siç është futbolli, basketbolli, volejbolli, pasi duke qenë edhe sporte kolektive, të rinjt dhe fëmijët janë të prirur për t'i ndjekur, sepse shkojnë me shokët, argëtohen, kurse këto janë sporte individuale dhe
si të thuash, atë lloj kënaqësie që mund ta ndjesh me veten e ndjen vetëm duke kapur një rezultat të mirë, domethënë duke dalë fitues. Por kjo është është një rrugëtim të cilin ti duhet ta ndjekësh dhe ke dëshirë që në të ardhmen po të ish i pari në këtë lloj sporti. Pasi gara është me veten, nuk është me dikë tjetër. Apeli sportistit korçar shkon për prindërit e fëmijëve dhe të rinjt duke u dhënë një këshill mjaft të vlefshme që të kthejnë syt nga disiplinat individuale. Apeli im shkon prindërve pasi në qytetin tonë për fat të mirë ekziston mundësia që këto sporte të praktikohen. Ekzistojnë fushat, ekzistojnë logjistika, po ashtu edhe trajnerët të cilët të mundësojnë që ti të ndjekësh këto disiplina. Kështu që kushdo që ka dëshirë mund të tregoj të paktën fëmijëve apo të rinjve që përveç se futbollit, basketbollit dhe volejbollit ekzistojnë edhe këto sportet e tjera në të cilat të rinjtë mund të gjejnë veten. Joan Deli po ecën në hapat e duhur me shumë vullnet, dëshirë e pasion për të lënë gjurmë në këtë disiplinë dhe për të nderuar jo vetëm qytetin e tij, por edhe Shqipërinë.